Pejgamberi në shtrat të vdekjes. Sëmundja e pejgamberit po i shtohet dita ditës më shumë. Kjo sëmundje zgjati plot 18 ditë. Ishte dita e hënë, dita në të cilën lindi i dashuri i Zotit, në të cilën Zoti e përzgjodhi pejgamber dhe në të cilën Zoti e mori afër vetës. Të dielën, pra një ditë më herët, si duket sëmundja e shtrëngoi tepër të dërguarin e Allahut. Bilali po e thirr ezanin e sabahut dhe qëndron në prag të derës së Rasulullahit, duke dashur t'i bëjë me dije se po presin njerëzit për namaz. Më pas dëshiron të marrë vëmendjen e pejgamberit duke ngritur zërin dhe duke e përshëndetur. Assalamu alejke ya Rasulallah wa rahmetullahi wa barakatuh. Fatimeja ja kthen: Wa alejkumus salam o Bilal, wa rahmetullahi wa barakatuh. Babai im është i smur, ai është i preokupuar me vetveten, nuk mund të dalë në xhami. Shkoi Bilali në xhami, i falën bashkë me njerëzit 2 sunetet e sabahut dhe kur por ofrohet të skuqet qiellin në paralindjen e diellit, njerëzit i thanë të ngritet për ikametin dhe të jap urdhër për të falë farzin e sabahut. Vallahi nuk do ta bëj, pasha të madhin Zot nuk do ta bëj, përderisa i dërguari i Allahut të më jap leje për një çështje të tillë. U nis për te dhoma e pejgamberit, që ishte vendosur në qoshin e majt në pjesën e përparme të xhamisë dhe thot: Assalamu alejke ya Rasulallah wa rahmetullahi wa barakatuh. Fatimeja, që tani më njeh zërin e Bilalit, nuk pyet se kush është, por thot: Urdhro o Bilal, hyr. Jo i Fatime, jo, nuk jam për të hyrë brenda, por doja vetëm të përcjelli lajmin të dërguarit të Allahut se njerëzit po presin për namazin e sabahut. O Bilal, babai im është i smur, nuk del dot, është i preokupuar fort me vetveten e tij. Hin Bilali në xhami me duart e venduara mbi kokë, sikur të kishte goditur diçka në majët e kryes dhe duke thënë: Allahu na forcoft, Allahu na dhash durim. I dërguari i Allahut nuk po del më në xhami. Vaj për ne vaj, mirë për mua mirë, o sikur mos të më kishte lindur nëna që mos ta përjetoja këtë ditë fare. O Ebu Bekër, ke lajmin nga Resulullahi t'i prish njerëzit në namaz. Doli Ebu Bekri në mihrab, në vendin e pejgamberit të Allahut që t'i pri njerëzit për namaz. Po e vëndron këtë pozitë, në të cilën kur këmbën dhe njeriut nuk ka shkelur aty, përpos këmbës më të dashur që ndonjëherë ka shkel mbi dhe. Po kthejnë kokën djathtas dhe majtas, për t'i urdhëruar njerëzit t'i drejtojnë safet dhe rreshtat e tyre, ashtu sikur bënte vetë Muhamedi a.s. Emocionohet aq fort sa që e lëshojnë këmbët dhe bie për toke. Edhe ashtu Ebu Bekri njihet si burr shumë emocional. E ky ishte kulmi. Vrapuan njerëzit të shohin se ç'ndodhi. Të gjithë i kaploi vaj, të gjithë nuk po e duronin dot këtë situatë, edhe ashtu të stërngarkuar. Pejgamberi i Zotit e dëgjoi këtë ankth të xhamatit të tij dhe pyet: Ç'është ky vaj o i Fatime? Xhamati it e qanë mungesën e të dërguarit të Zotit o baba. Ma thirrni Aliun, ma thirrni Abbasin, le të më ndihmojnë të dalë në xhami. E mbajtën për në xhami, doli imami i tyre për 2 rekatet, të cilët i fali me një zë të ulët dhe pastaj ju drejtua njerëzve. O besim drejt, o musliman, po ju them lam të mirë, dhe ju lanë në dorë të Zotit, e ju lanë në mbrojtjen e Ty. Kërkoj nga ju që të mos shmangeni devotshmërisë dhe nënshtrimit ndaj Zotit. Unë po ndahem për jush. Sot është faza ime e fundit e dynjas dhe faza ime e parë e ahiretit. E
kur u bë e hënë, dhimbjet e shtrënguan shumë të dërguarin e Zotit. Zoti i madhërueshëm i dha urdhër melekut të vdekjes të zbreste i dërguari i tij, sallallahu alaihi wasallam, duke shndruar pamjen e tij në një bukuri të rrallë mahnitse, që merr shpirtin e të dërguarit të Allahut. Më i shpejt se vetëtima, ky melek troket në derë të një dhome të thjesht në Medinën e ndriçuar, e cila ndriçonte nga nuri i imanit dhe jo nga kandilat e elektrikut, si që njohim sot nga rrugët e çarshis. Assalamu alaikum, oj familja e pejgamberit. Oj vatra e shpalljes së Zotit, o stacioni i shumë melekëve në tokë, a kam leje për me hy? Aisha, gruaja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i thot Fatimës, përgjigju këtij burrit. Fatimia i drejtohet këtij njeriu duke dashur të fshehë zërin e thyrë nga dhimbja për baban. O njeri i mirë, Zoti të shpërbleft për rrugën që ke marrë të vizitosh babaun tim, por babau nuk është në gjendje të mirë. Ai është duke u marrë me vetveten e tij. Nuk mund të pranojmë mysafir. Ky njeri po troket edhe një herë. Assalamu alaikum, oj familja e pejgamberit. Vatra e shpalljes së Zotit, stacioni i melekëve në tokë, a kam leje për me hy? O njeri i mirë, Zoti të shpërbleft për rrugën që ke marrë për vizitë pejgamberit, por babau im nuk është në gjendje të mirë. Ai është duke u preokupuar me vetveten e tij. Nuk mund të pranojmë mysafir. Ky nuk dëshiron të largohet. Troket edhe një herë. Assalamu alaikum, oj familja e pejgamberit. Vatra e shpalljes së Zotit dhe stacioni i melekëve në tokë, a kam leje për me hy? Unë duhet patjetër ta vizitoj atë. Oj Fatime, kush është te dera? Pyet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Oj dashur i Zotit, është një burr që dëshiron të të vizitoj. Ja përsëritën dy herë që nuk je në gjendje të pranosh mysafir, por ai nuk largohet dot. Për herë të tretë më foli çuditshëm o baba. Me zëri i tij më rrënqethi lëkurën dhe më dridhi gjithë trupin. Nuk di ç'u bë me të. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Oj Fatime, a e din se kush është në derë? Jo, ja Rasulallah. Oj Fatime, kjo është ai që shkatërron kënaqësitë, ai që ndan njerëzit nga familjet e tyre, ai që ndan të dashurit në mesin e tyre, ai që i bën jetim fëmijët. Kjo është ai që shkakton hapjen e varrezave dhe mbushjen e tokës me njerëz. Kjo është meleku i vdekjes, o i bija ime. Urdhëro hyr, o meleku i vdekjes, i thot pejgamberi Allahut. Hyri te i dërguari i Allahut me një pamje të bukur, me një urtësi dhe butësi të papërshkruar. O meleku i Zotit, ke ardhur të më shohësh gjendjen time, apo të më ndrosh gjendjen time? Ke ardhur të më vizitosh, apo për në ahiret të më kalosh? Të dyja o i dashur i Zotit, edhe të vizitoj, por edhe emanetin e Zotit që i ke në vete t'ja kthem atij. Nëse më jep leje, e bëj detyrën time, nëse jo, kthehem. O meleku i vdekjes, e ku është dosti im? Ku është Gjibrili? Nuk jam duke e parë. O i dashur i Zotit, Gjibrili dhe shumë melek të presin në qiellin e dynjas. Janë në lutje dhe në itaat Zotit duke pritur të përcjellin shpirtin tënd për të Allahu. Ende pa i mbyllur kapakët e syve të dërguarit të Allahut, Gjibrili qëndron te koka e tij. Urdhroja Rasulallah, këtu më ke. O Gjibril, para se të dal nga dynjaja, më thuaj të lutem çka më pret te Allahu. Ja Rasulallah, të përgëzoj se dyert e qiejve janë të hapur dhe tek ta qëndrojnë melek të rreshtuar duke pritur shpirtin tënd.
I dërguari i Allahut tha: "Lavdërimi i takon Zotit tim të madh." Vazhdo Gjibril. Më jep lajme tjera. Të përgëzoj o i dashuri i Zotit se dyrët e xhenneteve janë të hapura, lumejt rrjedhin, drujt kanë qelur dhe bukuritë e xhennetit po shkëlqejnë kur kuptuan ardhjen tënde. Elhamdulillah. Vazhdo Gjibril. O i dashuri i Zotit, je i pari që do të ndërmjetësosh te Allahu dhe i pari që Allahu do t'ja falë ditën e Kiametit. Lavdërimi i takon Zotit tim të madh. Gjibrili a.s. thot: "Më pyet ja Rasulallah, pyetëm çka të duash, jam i obliguar të përgjigjem." O Gjibril, çka do të bëhet me lexuesit e Kur'anit pas meje? Çka do të bëhet me agjëruesit e Ramazanit? Dhe çka do të bëhet me vizituesit e Ka'bës pas vdekjes time? Kujt do t'i mbështeten këta njerëz pas vdekjes sime? Ja Rasulallah, të përgëzoj se Allahu ja ka ndaluar hyrjen në xhennet ndonjë pejgamberit apo ummetit përpara se të hyjësh ti dhe ummeti yt në te. Muhamedi a.s. pyet. Gjibrili a.s. përgjigjet. Meleku i vdekjes dëgjon dhe pret. Tash mu qetësua zemra, elhamdulillah, për shpëriti i dërguari i Allahut. O meleku i vdekjes, mbaroje punën për të cilën ke ardhur. Aliu, i biri i Ebu Talibit, radiallahu anhu, i cili po vështronte në këtë situatë që nuk po kuptonte shumë nga kjo, i thot: "Ja Rasulallah, cili në angazhon për larjen e xhenazës tënde? Me çka të mbulojmë? E kush të falë namazin? E kush të lëshoj në varr?" O Ali, larjen e xhenazës të ma bësh ti, kurse Fadli, i biri Abbasit, të ndihmoj, dhe komplet këte do ta udhëheq Gjibrili a.s. Kur të përfundoni me larjen e xhenazës time, më mbështjellni me qefin të ri, me 3 pjesë nga ai. E më pas më vendoni në krevat dhe bartni atë për në xhami. Dilni të gjithë nga xhamia, më leni një kohë të vetmuar. Allahu do të lëshoj faljen e tij mbi mua nga Arshu Alaja. E më pas xhenazën time do ta fal Gjibrili a.s. E më pas do të fal Mikaili a.s. E më pas do të fal edhe Israfili a.s. Njerë pas tyre do të mbushën saf me melek nga qielli dhe do të falin namazin e xhenazës time. E pastaj ju, o Ali. Pastaj ju njerëzit bëni safet dhe më vendoni përpara. Nuk është e lejuar të dilni përpara meje. Ja Rasulallah, o baba i dashur, sot është ndarja, e kur është takimi? Kur do të shoh sërish? Ndërhin Fatimia që më nuk duroj në heshtje. O i bia ime, do të më takosh të jesh shumë e bindur. Do të më takosh te haudi, te burimi në hyrje të xhennetit. Përderisa jam duke i dhënë ummetit tim ujë që të pinë nga haudi. O baba, po nëse nuk të gjej ati, ku do të gjej? Unë kam nevojë për ty. Atëherë do të më gjesh te mizani, bia ime, te peshorja e veprave tona. Ati do të bëj shefat për ummetin tim. Ati do të lutem shumë Zotit që të shpëtoj besimtar nga zjarri i xhenemit. E nëse edhe ati nuk të gjej dot, baba, ku të gjej? Te ura e xhenemit, bia ime. Ati do të më gjesh me siguri. Ati do të jem në njërën anë të saj duke thonë: o Zot shpëto, o Zot mëshiro. Meleku i vdekjes po ndërhyn që të kryej punën e tij për të cilën është urdhëruar, pra për të marrë shpirtin e më të mirit njeri në dynja. Pejgamberi e ndjen ftohtësinë që po i paraqitet në trupin e tij. Ki i ftoht arrin deri te gjunjtë e tij.
po e heton daljen e shpirtit nga dal, dhe po i flet Gjibrilit a.s. duke i thënë: O Gjibril, sa i hidhur që nga dalja e shpirtit. Gjibrili a.s. nuk dëshiron të shoh daljen e shpirtit nga dosti i tij në tokë, nga Muhammedi a.s. Ndërsa shoku i tij e pyet: a ke mërzi të shikosh në mua duke me dalë shpirti? Ja Rasulallah, e kush do të kishte dashur të shoh fytyrën tënde në këtë gjendje? Trupi i ndritur i pejgamberit të madh, i Rasulullahit, tashmë mbeti pa shpirt. Mbeti gjenazja atij që na mësoi si duhet të lahet dhe si duhet të falet një gjenaze. Gjibrili e kishte të ditur se është hera e fundit e tij që zbret në tokë. Njerëzit e ditën se ishte hera e fundit e tyre që shohën një dritë, një pishtar ndriçues. E gjithë Medinja u pikllua. Vaji nuk ndalet andej dhe këndej. Aliu dhe Fadli po përgatitnin kufomën e Rasulullahit nën përcjelljen e Gjibrilit a.s. E mbuluan me 3 pjesë nga një pëlhur e bardhë, e vënduan mbi një krevat prej druri dhe e nisën për në xhami, mu ashtu sikurse i mësoi i dërguari i Zotit. Të gjithë e lëshuan xhamin për një kohë të caktuar. Ne dëgjonim zëra të ulur në xhami, por nuk pam asgjë, tha Aliu radiallahu anhu, e së fundmi dëgjuam një zë që e kuptuam shumë qartë: hyni në xhami dhe falni xhenazën e pejgamberit tuaj. U rishtuam të gjithë dhe dëgjuam tekbirin e Gjibrilit a.s. Me që rast lexuam edhe ne tekbirin, ndërkohë që vazhduam me tekbirin tjetër pas zërit që po dëgjonim. Askush nga ne nuk doli përpara xhenazës. Në varr u lëshua Ebu Bekri, Aliu dhe Ibn Abbasi radiallahu anhum ejma'in. E mbuluan fytyrën e pejgamberit nga drita e kësaj dynjaje. Të gjithë njerëzit u shpërndan, kurse Fatimeja, vajza e të dërguarit të Allahut, e pyet Aliun, burrin e saj: o babau i Hasanit, a e varrosët pejgamberin e Zotit? Po, i bija e pejgamberit, po e mbuluam me dhe. E si u mbajti shpirti të gjuani dhe mbi trupin e pejgamberit? A nuk patët pak mëshirë për atë fytyrë të shkëlqyrë, që vetë Zoti e titulloi pishtar ndriçues? A nuk ishte ai mësuesi juaj? A nuk ju erdhi pak keq? Po, i Fatime, të gjithëve na erdhi shumë keq, por urdhri i Zotit nuk kthehet mbrapsht. Filloi të qajë edhe më shumë duke thënë: o baba, tani më në shtëpinë tonë do na mungosh? Por edhe Gjibrili do na mungoj bashkë me ty. Ai na vizitonte dhe sjellte shpallje nga qielli. O baba i dashur, sa do të na mungosh në Medinën tonë? Edhe neve do na mungosh, ja Rasulallah. Dhe selamin tënë që na e ke dërguar e kemi pranuar. Dhe me të jetojmë me shpresë se një ditë do të takojmë, edhe ne sikurse Fatimeja jote, do të takojmë te haudi, apo te ura, apo te mizani. Mos na haro edhe neve, ja Rasulallah, në shefatin tënd. Edhe ne jemi ymmeti jot. Edhe ne të bëjmë selam, edhe krejt trojet tona, ja Rasulallah. Sa na ka marrë malli me të pa. U pafshim në kiamet, ja Rasulallah. U mbulofshim me rahmet, ja Habiballah. U pafshim në gjennet, ja khajre khalqillah. Wa sallallahu alejke wa sallam, wa sallallahu alejke wa sallam, wa sallallahu alejke wa sallam. Projekti nga Xhamia Vil. Përgatiti dhe lexoi Bekim Alimi.